Këtë të hënë më 27 prill, u zhvillua seanca gjyqësore ndaj Erion Veliajt. Seanca u zhvillua pa transmetim live për mediat, pasi gjykata rrëzoi kërkesën e mbrojtjes. Avokati i Veliajt, Plaren Dreca, këmbënguli se transparenca është thelbësore, duke theksuar se qytetarët duhet informohen për një proces i cili përfshin një zyrtar të zgjedhur nga mbi 160.000 votues. Transmetimi live nuk është gjë tjetër veçse pjesëmarrja e publikut në mënyrë më të gjerë për te atyre gazetarëve, pra për te jush dhe transmetimi i çdo lloj kërkese dhe çdo lloj debati kontradite në procesin penal. Dhe mendoj që vendimi i gjykatës është një vendim i cili nuk e respekton të parim kushtetues. Nga ana tjetër, prokurori i SPAK Altin Tumani deklaroi se nuk ka kundërshtim në parim, por paralajmëroi se ekspozimi i dëshmitarëve bie ndesh me praktikat në rajon të Bashkimit Evropian dhe SBA-s. Gjykata hodhi poshtë edhe kërkesat e tjera të mbrojtjes. Refuzoi dhënien në formë të digitalizuar të fashikujve hetimor, duke argumentuar se ato janë vënë në dispozicion fizikisht dhe nuk pranoi kërkesën që Veliaj të mos qëndrojë në kafazin e qelç gjatë seancave. Dreca pretendoi se në dosje ka prova digjitale të pahapura, ndërsa prokuroria i cilësoi kërkesat si përpjekje për të zvarritur procesin. Vetë Veliaj nuk ishte i pranishëm në sallë. Veliaj ndodhet në arrest me burg prej shkurtit të vitit 2025 dhe përballet me një sër akuzash përfshirë korrupsionin pasiv, pastrimin e parave dhe shpërdorimin e detyrës.